Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lajmi trisht, Sara dhe Bardhi i japin fund marrëdhënies romantike. Sara Gjordeni dhe Bardhi kanë qenë një prej çifteve më të diskutuara dhe më të pëlqyera që sapo dolën nga edicioni i Bigut dhe po e mbanin këtë fron duke na treguar shembullin e një çifti ideal, se si duhet të jetë një çift ideal. Dhe gjëja e fundit që mund të prisnim ishte pikërisht ndarja e tyre. Ajo e cila ka bërë të lindin këtë lloj indicie dhe spekulime është pikërisht Sara Gjordeni, e cila ka bërë një status në Instagramin e saj duke treguar se po kalon një periudhë shumë të vështirë nga ana emocionale dhe se po përpiqet që ta kalojë në vetminë e saj, duke shprehur se nuk do të jetë më aktive në Instagram. Të gjithë ndjekësit e kanë lidhur këtë me një ndarje të mundshme nga Bardhi, duke qenë se edhe fotot mes tyre kanë qenë më të rralla kohët e fundit. Çifti i njohur kishin edhe një vajzë së bashku të quajtur Nea, e cila postohet her pas here në Instagramin e Sarës, sepse sigurisht është një vajzë shumë simpatike dhe e ëmbël. Arsyeja e ndarjes së çiftit nuk është bërë dhe nuk është zbuluar akoma, kjo pritet që vetë ata ta konfirmojnë ose ta mohojnë lajmin. Por që janë duke kaluar një periudhë në krizë, kjo është më se e dukshme.